11 nëntor 2025. Jemi në ditën e Marsit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Shkrimi i kësaj dite me një fjali do të ishte: do të krijojmë fortuna në një gotë ujë. Jemi vërtet shumë dramatik gjatë kësaj dite, duke qenë se Hana është tek shenja e Luanit dhe do të ketë edhe një kënd negativ me Venusin. Për arsye, lidhjet më sentimentale janë vërtet shumë të prekura, por jo vetëm kaq, edhe ne mund të egzagjerojmë si në shprehinë e ndjenjave, ashtu edhe mërit dhe dramat. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që gjatë kësaj dite të fokusohemi pak më tepër tek logjika. Për fat të mirë, njëjta Hënë do të ketë një kënd pozitiv me Mërkurin, i cili ndonë se është në retrograd, do të tërmisht na ndihmojnë që të përzgjedhim gjërat të cilat janë më të logjikshme. Komunikimi për këtë arsye është më tepër efektiv, prandaj në vend që të na ngjelet hatri dhe siç e thash të kërkojmë, siç e thash të krijojmë drama më së koti, do të këshilloja që të flasim më hapur, të shprehim atë çfarë mendojmë dhe ndijmë vërtet. Dhe kjo detyrimisht do të na krijojë një rrugësirje vërtet shumë të thjeshta. Ana materiale, kjo është një ditë me mundësi të shumta. Një kreativitet vërtet shumë të lartë, pak më tepër, duke qenë se është edhe portali 1111, për të gjithë ata që besojnë, mund ta përdorin edhe për të manifestuar. Temat të cilën na bëjnë vërtet shumë mirë gjatë ditës janë socializimi, pra të kalojmë kohë me miqtë tanë. Të mos harrojmë që edhe puna duhet bërë, prandaj duhet të mos anashkalojmë përgjegjësitë tona. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.